Amma ba'd, falenderimet dhe ladrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe salamat I adrëgojnë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij, sinqerë besnikë dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Elhamdulillah, numri I muslimanëve në botë ditë e ditë shtohet edhe më shumë. Shohim në Francë, Gjermani, Zvicër, deklarime nga më të ndryshmet, në cilat deklarime aludojnë që Islami ka depërtuar çdo vend, çdo shtëpi, dhe për çdo vend ku lind dielli, edhe për anë dielli ka depërtuar feja Allahut Azza wa Jall. Është vërtet kjo na gëzon shumë dhe na shtohet dashuria edhe më shumë për këtë fe, dhe normalisht jemi edhe në fundin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Respekti për Islamin dhe dashuria shtohet edhe më shumë kur shohim njerëz turma duke I fen Allahut Azza wa Jall. Megjithatë, a duhet të mjaftohemi me këtë çështje? A duhet të stagnojmë? A mjafton veç gëzimi apo duhet hala me punu? Në kohën bashkëkohore e shohim që numri muslimanëve është shumë I madh, ka shi tjerëve. Islami ka depërtuar çdo shtëpi. Çdo ditë njerëzit pranojnë Islamin. Numri është I madh, por problemi është që ka lënë pejgamberi selam, pra do të jeni shumë në numër, por pak në vlerë. Do të jeni si shkuma e detit. Një fortunë e lehtë ju lejthit edhe ju devijojnë nga feja e Zotit. Shpesh njerëzit na drejtohen me pyetje pse muslimanët sot nuk janë të bashkuar. Kur e kanë një Zot, e kanë një libër Kur'anin edhe e kanë një pejgamber Muhammed alayhi salatu wasalam. E para prej çështjeve është disa muslimanë të dobët në fe, që kanë pak njohuri në fe ose janë praktikantë të dobët, mendojnë që Islami do thotë nuk është I plot dhe ka nevojë për rregulla dhe reforma të reja, dhe mashtrohen me sisteme të ndryshme botërore të mosbesimit dhe kufrit, edhe ato sisteme ata I fusin zemër në praktik, edhe normalisht e largojnë sistemin islam. Implementimi I Islamit në jetën e përditshme, si ligj, si konvent, garanton lumturi dhe garanton prosperitet, dhe normalisht nuk e lën njeriu sallamadin me vepru dhe me folë çka doja ai. Për atë arsye edhe disa muslimanë ndoshta nuk kishin me qenë të kënaqur me hyrje në fuqi I Islam si praktik vendi ku na jetojnë. Pse? Për shkak se I humbën rendi edhe ato punë që I ka po maharet para Islamit. Në këto një rast, kohën e Khalifës Omerit radhiyallahu anhu, e çon Omeri Sa'd ibn Waqasin si mëkams. Edhe paramendoni ai vend e ka bënë kërkesë te Khalifja dhe I ka thonë Omeri është ki, Sa'd ibn Waqasi e tepron me drejtësi. Ndrona udhëhecin se po na prish terezit. Dikujt edhe drejtësia I pengon. Dikujt edhe sistemi islami pengon. Çështja tjetër është shumica e liderëve në botë islame apo botë përgjithësi janë të dobët. Edhe normalisht friksohen. E çka bojnë? Për me rujt pushtetin e tyre bojnë pazare në emër të Islamit me armiqtë të Islamit. Ose duke pengu thirrjen islame, ose duke pengu mjetet e përhapjes së Islamit, ata kanë harruar që Allah e ka marrë. E ka zbrit këtë vjetë e ka marrë përgjithësi me rujt. Jo hoxha apo tjetëri apo filan lideri. Ata I frikën nga rrëzimi dhe humbja pushtetit dhe karrikës, dhe liderët e dobët në aspektin e Islam, aspektin e personalitetit të tyre, e bojnë që ata me bo intriga edhe tregti në kurriz të Islamit me armiqtë e Islamit Allah në rujt. Andaj kështu bomi sikurse shkuma e detit, duket shumë ndukje, por nuk ka kilogram apo nuk ka pesh që ka vlerë. Për arsye, kur jem puna me përhap Islamin,
nuk bën muslimani me shiku vetën e vetë. Ka njerë do të më bu kurban për këtë fe, me shitet e shpirtin dhe trupin, veç me u prafi Allah të se o gjelë. Qështë tjetër është, deshtëm apo nuk deshtëm, për viteve 70-ave që ka fillu me dollë në diaspor njerëzit, okej, ka pas gjëra benefitet mira, aspektit material, mirë po kena dhonë shumë gjërat shmume për çështje monetare, për çështje materiale. Edhe tash njerëzit i kanë përzi konceptet, çka ka mendu që jetesa që bëhet perëndim është zhvillim dhe është reciprocitet. Edhe ajo neve na du se është civilizim. Edhe krejt traditët kombëtare dhe fetare që kena pas, i kena vorros dhe kena absorbu tradita të huja. Qysh me në ndimu neve Zotëve? Na një farfume, pëthojmë Zotit, por na përmën neve islami. Okej, po falna, po një loja ma, unë du me tu si përendimor. Du me tu me traditat huja, ligjet huja. Qysh ka mu si qëtu? Allahut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot do përsosa ju e fejnë tuaj, edhe përsosa begatim time mbi jush, edhe jam i kënaqur që Islami është fe juve. Andaj që shka mundësi mu zhvillu, edhe me lakmun diçka që e bojnë të tjere që s'ka lidhë me Islam, edhe ti me dash me ndrua me fejnë Allah të zogjel. A besoni që edhe perëndimorët e kam poshtë Islami është e fejë vërtet. E kam poshtë Kurani është kur rëfyës, e kam përthy Kur'anin gjune tyre dhe i vjedhin edhe i marrin në rregullat fetare, si në aspektin financiar menaxhimit bankave, si në aspektin e jetesës. Ata si janë musliman me emër dhe me shahadet, po na kallzojnë neve Islamin praktik, po ti musliman që dush me buan. Njeri me shahadet, pi babës musliman, nonës muslimane, me ardha i Zvizër, jo musliman, katolik, krishter, jahudi, ortodoks, me të kallzu se zban me qitë për thonë tokë se dhe nërë që ka. Laj. Po Islami e së ka kallzu motive. Tash me nakëshyri jetën e përdishme, a i shkon punë në rorët vetë, a i ama marveshën, a i nuk trathon, nuk mashtron, nuk ato, komplet mirët e Islamit i ka implementu jetën e vetë. Ajo është jo musliman, këto e po për interese, di une. Po problemu është që je musliman ka ndërru Zoti, as ka lejpare po musliman, as nuk që ditë. Mirë po ty vetë se me të regu, këto shka është të regu a i që nuk është musliman të e më të edhe njerëzit me fetë tjera i borë me folët në vetë. Keni të bindu që krejt fetë një milet që është. Nëra kufri, ja u dhejnë krishteri, keni muslimore që vetë, Islami. Ata që u ditën me neve si musliman. Sa ata së gjojnë Islami ma shumë se na. Që u ditën që shka muslimet o vetë muslimane dhe apo kësive këve. Së ne përcetojnë të rejtë. Që është e tjetër është vërtet që armishtë i Islamit nuk kanë qëtë musliman me qëtë sykur. Kanë erë dhe në vima të bonzalo. Pse e lesa ka njërë. Po shumë, një shtetë Islam është i varfër shumë. Edhe dhe një shtetë perëndimor, Europian, i ndimon materialisht, i mërforme e ka uzurpua shtetë Islam. Se ja ka blesh shpirtin me bare, zemë në bare. Edhe pas taj, aje e jakmon, pasunin kufrin, kundrejt Islamit dhe besimit. A ka dalje për musliman nga kjo kolaps, nga kjo gulfatja, ka dalje, normal që ka dalje. E para është me e kuptu drejt që je musliman, me e kuptu drejt që shmetu si musliman, edhe me e kuptu drejt që kjo fej është e vetë një zgjidhje e suksesit këtë botë dhe botë tjetër. Dhe se këtë fej nuk duhet me ndu me asë një shmim qëtër. E dyta është mos më pashtru nga propagandat e medjave, botërore. Do të thotë që përendimonet që mundohen me e servu dhe me paraqit Islamin si diçka i rrezikshëm. Si diçka që e prish rendin në tokë, si diçka që e prish rendin familjar, sistemin familjar. Shikoni mediat në përgjithësi, sa media merren me Islamin, sa media prodhojnë video, shkrime, foto dhe krejt këto janë veshën
Islamit. Por qëllimi me dobësu fejnë Allahut azza wa jall edhe me llogaritë se Islami na le ka pambetur edhe Islami na bën edhe ekstremistë Allahu. Gjithashtu forma e tretë e shpëtimit është mu bashku në të vërtetën. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni për litarën e Allahut të gjithë musliman, edhe mos u përçani, mos u dani në grupe. فتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Nga se prej përçarjes, ndarjes grupe, keni mu bua plumur edhe i. Kam ju hum autoritetin, kam ju hum pamja. Edhe thjesht, njerëzit kanë një llogari si, do thotë llogari njerëzore e dytë, e tretë, jo e klasës parë. Përparat kanë në Spanjë, e përcek, kur kanë bërë tregtarët arabë, tregtis kanë qenë djetarë, bashkuar kanë qenë, po e kanë ditë një shahadet, kanë ditë regullar, edhe me praktikimit me fill të Islamit, nga anë atyre i ka bërë të tjerët me lakmu, edhe pamja atyre u ka bërë atyre autoritet mesin e njerëzve. Kur ka hinë tregti, ketë jo musliman në Kordoba në Spanjë, ja kanë bërë me gishtë që kjo njerë nuk vrejnë, që kjo është i drejtë, ki nuk mashton, ki nuk trahton, pse e ka njohë si besnik. Ebu Sufjani e ka vetën, Irakli e ka vetën mbreti Roman, Ebu Sufjani. Çfarë njeri është Muhamedi? Që po thoni ka ardhur diçka të re. Çfarë njeri është? Ata i thanë, ai nuk rren, ai nuk mashton, ai nuk trahton, ai nuk e thën besën. Kush po thotë kështu, ai i cili është i pa fe. Andaj bënu drejt, mos rrej, mos mashton, mos gënjej, që edhe i huji, i fesë qëtër me thonë që sarë t'esh në pazar, t'esh në kafe, me thonë që kjo shumë për e mirë është. Okej, nuk kjo me njëtës fejnë, ama është për e mirë. Pra muslimanët, dhe se nuk bashkuan rrët vërtetës, dhe se nuk bën një grusht, dhe se nuk bën bashkë, nuk pa përpëritarën e Allah të Zogjel, vazhdimisht ka më pas elemente dhe vrima që me të përtu të hujtë dhe të tjere. Gjithashtu, Allahu tha wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Bëni sabër se Allahu është me dërimtarët. Metoda e pejgamberit islam edhe metoda e sahabëve ka qenë që Islamin e ka ruajtur me tre parime. E para është me durim, me dije edhe me vendosmëri. S'ka qenë label, kanë pas dije edhe kanë pas sabër. Bisabri wal yaqini tanalu al-imamatu fi din ka thonë dietarë. Me sabër dhe bindje arrihet pikuria në fe. Kjo është e moshme një jahudit i kështë me ditë ma mirë ma shumë për Islam se tonë musliman. Kjo është mbarë. E dyta do të qeni vendosu. Për çka do që në dorë? Mos me ullohat. Mos me shku meja mira pishmon që si ka zohë që jo musliman më ka fresh të lezije. Jo më në pëse kështu. Krenohu me këtë fe. Krenohu që një musliman. Se kjo është dhurata dhe e dhja madhe që Allahu azza wa jalla ka dhënë njerëzve. Gjithashtu, fitoria i është premtu Islami dhe muslimanëve. Dhe kjo duhet me na bëjë neve që me pas besim fuqishëm Zotin, edhe mos me ju friksu armikut të Islamit dhe të muslimanëve. Unë e di që këtë fetë më mbledh, veç me numër në ujë. Në kone pejgamberi e Islami ka provu sahabët njerëz. Ka ardhur një njeri dhe i ka thonën inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. I ka thonë këtë bota u qunë kundër juve si musliman, kundër Islamit, tutuni, se pak keni numër. Më në pason neve që shtu, ishme pëshina për hardutësa, për bira. Mirë për sahabët që ka ndodhë, fezadahum imana. Atyve ja kështoj imani kjo krenarin. O khalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Edhe të dhe neve në mjafton Allahu, sa më shtetë si mirë është Allahu azza wa jalla. Allahu akbar, Allahu akbar. Dhe për fund, kush do lumturi, kush do drejtësi, kush do hare, kush do sukses këtë botë dhe botë tjetër është Islami, o zgjidhja e vetme e arritjes e prosperitetit
lumturisë, e krenarisë, edhe e begative të kësaj bote dhe botës jetër. Nga sa Allahu Azza wa Jall i ka premtuar atyre që kanë besu edhe kanë bërë punë mira, që ata kanë me pas primatin këtë botë dhe botën tjetër. Ku është problemi pse Allah se ka musliman primatin, se nuk jo musliman hakikat, edhe musliman që kërkon Allahu Azza wa Jall. E lu Zotin e Madh që Allahu ta rekonosoj gjendjen e muslimanëve kudo që janë. E lu Allahu na bëj musliman për ne që duhet, na bëj krenar me këtë fe dhe ta mësoj për dek me iman dhe besim. Zotit mos mirë, alhamdulillah rabbil alamin.